Në zemër të komunës së Klinës, gjendet fshati Qabiq, një vend i vogël e me histori të madhe. Fshati sot numëron rreth 600 banor, njerëz punëtor që jetën e tyre e kanë lidhur me tokën, bujqësinë dhe blegtorinë. Qabiqi njihet si fshati i heroit Muj Krasniqi, komandanti i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, i cili ra për lirinë e vendit. Kujtimi i tij jeton çdo ditë në këtë fshat, ndërsa kompleksi memorial që qëndron në Qabiq është simbol i krenarisë dhe sakrificës. Përveç historisë, Qabiqi njihet edhe për traditën, e çdo vit këtu mblidhen grupe artistësh nga mbar vendi në festivalin folklorik I Këndojmë Lirisë. Një festë që e kthen fshatin në qendër të kulturës popullore shqiptare.